Kreshnik, zgjedhjet e parakoshme e zgjidhin krizën apo sërish statu quo? Mendoj që kriza në Kosovë pritet që të thellohet. Vetë kryeministri i Kosovës ka paralajmëruar sot që zgjedhjet e parakoshme janë e vetmja mënyrë, madje zgjedhje tani, por o tani ose gjatë pranverës kur të zgjidhet presidenti i ri, pra pritet që të ketë dy kriza, që do të thotë të ketë një thellim për shkak të për shkak të tre fazave që do të kalohen. Tani, çështja është që çdo ditë që kalon nga një krizë ku Kosova tregon pa aftësi shtetformuese, çdo ditë dëmtohet në arenën ndërkombëtare dhe në raport me njohjet reciproke me Serbinë. E para, ajo që unë shikoj të rëndë në fushatën elektorale, por dhe në elektoratin shqiptar në Kosovë, është që sot kam parë që akuzojnë opozitën si tradhtare të interesave të kombit, e cila thonë në bashkëpunim me listën sërbe nuk votoi Albin Kurtin dhe vetëvendosjen. Pra, këtu ka humbur çdo lloj logjike e demokracisë në Kosovë, sepse ata kërkojnë ende nuk e kanë principin bazë që qeverinë e krijon mazhoranca, shumica. Dhe shumicë do thotë mbi 51%. Dhe nuk mund t'i kërkosh një opozite kur ke 41% të votohesh e vetme pa ndarë pushtet. Pra, Albin Kurti donte pa ndarë pushtetin, të votojë dhe të anatemojë opozitën si tradhtare. Këto anatemimet nuk është që është në një gjere. A i tha vetëm një batut, një fyerje në mitingun për mbyllës. Por sharjet, fyerjet, akuzat që kanë bërë ndaj njëri tjetrit, LDK-ja me PDK-n janë të pa imagjinueshme. I kanë akuzuar donë për vrasje, jo shiku, jo nën toka, jo nga brave militantët. Tani për një sharje... Pra, Kreshnik, do nga i rezultati para 4 viteve, do vetëm njëherë në 100 vjetë ma mërmëndja do. As Hashim Thaçi, as Ibrahim Rugova nuk e kanë kapur do të atë rezultat. Vetëm atë ta vazhdoj të lutem? Po, por... Tani, me që u fatë nuk e kanë kapur atë rezultat, Rugova apo çdo kush tjetër nuk e ka kapur atë rezultat, sepse nuk i kish gjithë kundërshtarët në burg. Albin Kurti e mori këtë rezultat, duke pas gjithë liderët kundërshtar politik. Në burg mori kishte. Po jo, zotri, se kryeministrin Albin Kurti e ka dekretuar presidenti Hashim Thaçi. Apo jo, zotri Abazi? O zotri, mandatin e parë, Kurtin 1, Kurtin 2, i ka pas në burg. Po mirë më, Kurtin 1 po flasim. Ore, a erdhin pushtet, ore, a dekretoi Hashim Thaçi president. Apo flasim për rezultatin që ka sot si kryeministër në mandatin e dytë, ky është akoma me mandatin e dytë. Ky është i pa mandatuar. Po flasim tërësi si politikan, nuk po flasim një që vëndyshe. Unë po ju them, më merrni një rast në Europë, që dikush zgjidhet kryeministër me gjithë kundërshtarët në burg. Po ja pra u zgjodh edhe me kundërshtarët jashtë u zgjodh kryeministër. Unë nuk i ndërhyra asnjëri. Unë si ndërhyra asnjëri në analizë. Mund ta mbaroj. Po, të lutem se jemi në fund. Përmbledhe dhe pastaj ka radhën. Alia dhe pastaj Mulaj, po. Tani, çështja është, Albin Kurti duhet dalit nga një anë të thot publikut. Çfarë do ndodh nëse lëvizja vetëvendosje nuk merr përsëri 51%? A është i gatshëm Albin Kurti të bëjë një hap prapa dhe të japi dorëheqje? Apo do vazhdoj ta mbaj Kosovën prapë me zgjedhje të reja në prill, me zgjedhje të reja pas 2 vjetësh, dhe të vazhdoj Kosova pa kuvend, dhe të vazhdoj Kosova pa një qeveri të mandatuar. E para, e dyta. Për të mbaroj, ta them fjalën e fundit. Opozita e cila kërkon të provojë një mandat ndryshe, apo një rezultat ndryshe nga zgjedhjet e parakoshme, nuk është ende e përgatitur të sjellë një formulë të re në mënyrën e një koalicioni, apo të kandidatëve për kryeministër, do të dali përsëri me të njëjtët kandidat, do të dali përsëri e veçuar pa koalicion, dhe kërkon të provojë një rezultat ndryshe, duke thonë do dalin partia e parë mbi Albin Kurtin. Kjo është shumë e çuditshme. Sepse nuk mund të provojë një rezultat ndryshe. Ka një të dhënë shumë të rëndësishme, që në qoftë se zhvillohen zgjedhje të reja, të parakoshme në Kosovë,
Albin Kurti do marri shumë herë më pak se çka marr në shkurt. Ka sondazhe për. Sondazhet më e rëndësishme janë zgjedhjet lokale, që ai ka marrë shumë pak vota. Dhe tashmë është në dorë të partive të opozitës që të krijojnë një grup, pra që të merren vesh me njëra tjetrën dhe të hynë për ta nxjerrë krejtësisht nga loja këtë njeri. Jo lvizjen, por këtë njeri. Dhe ajo çfarë duhet them është edhe çështja tjetër. Ka një koordinim. Ka një koordinim? Ka një koordinim? Duhet të ketë. Unë nuk e di a ka për momentin, po duhet të ketë koordinim. Ka, patjetër. Dhe një Cili është koordinimi dhe mendimin e ndërkombëtarëve? Më fal, ta myll. Një pyetje të shkurtër. Ore, si ka mundësi që ky njeri dele kërkon votën në Parlamentin e Kosovës dhe nuk thot se, okej, do ja japin votën, po çfarë do bëj ky në 4 vjet më? E qartë. Ka koordinim? Po, patjetër, kur dhe në koordinim e ndërkombëtarët apo jo? Kur dëgjon ambasadorën e Britanisë Madhe në Këshillin e Sigurimit, duke thënë që nuk mund të lejojmë që kryeministri ta godas gjykatën kushtetuese në Këshillin e Sigurimit. Nga Britania e Madhe, gjë që u kalua këtu në media pa u duar, nuk mund të rish duar kryq edhe të presësh që do përmirësohet kjo punë dhe ne do kemi vazhdimsinë e shtetësisë. Po ka lëvizje nga qëndrimet rigjide të kryetarëve të partive. Se për shembull, në rastin konkret, dështoi Kurti i takonte zotit Memli Krasniqi të formonte qeverinë. Ndërsa Memli Krasniqi tha unë nuk është e gatshme LDK-ja. LDK-ja thotë doon që o kryeministër si e ka i... Lumir Abdigjiku. Po, Abdigjiku, po ky. Tani, sigurisht që pas... Thashtë që ai Paridi, apo jo, s'është ai Paridi. Nuk është ai Parisi. Jo, ai nuk është aty. Nuk është kryetari ai. Do thotë, ka qenë Bedri Hamza, kandidati nga PDK, por si do që tjetë, në bas një viti të një loje... O Abdigjiku, thot LDK-ja kryeministër, o ka një logjik politike dhe ata që e bëjnë, se duan të rikuperojnë votat që i ka marrë Vjosa dhe ta po rikuperojnë dal nga dal dhe me të drejt, do më thënë ai ka më falë, ai ka bashkëqeverisur me Kurtin dhe shkuan keqë më keqë. 12%. Më pas filloj të rritet. Pastaj, edhe një koalicion i partive opozitare nuk shkon më shumë se deri në pranverë kur duhet zgjidhet presidenti dhe do të 80 vota. Kështu që sa të bëjnë një qeverit përkohshme dhe prap të ketë një goditje elektorale, më mirë nuk bën fare tentativ, se as 61 nuk i bën dot opozita pa listën serbe, nuk i bëjnë dot aq. Okej. Në fund fare, një pyetje të drejt për drejt, do doja një përgjigje të drejt për drejt. A ka një koordinim në terma konkret, përveç vullnetit të mirë, që një sheshim të mosmarrveshjeve, një të kurje të ambicjeve personale pas përfundimit të zgjedhjeve, ka një tendencë të tillë apo të gjithë kundër të gjithëve sërish në zgjedhjet parakohshme? Ka koordinim, Ku konsiston kjo koordinim? Koordinimi është mes partive politike, liderëve politik, por edhe elitës politike në Kosovë që nuk mund të vazhdojët